si kur ta kisha sot një të diel si ato të dikurshmet, të ulesha te kursali, jo për të folur, por për të dëgjuar, të merrja një kafe ta mbaja në dorë si pretekst, ndërsa vija veshin. Aty nuk shkoje thjesht për të pirë diçka, shkoje me pa njerëz që kishin peshë në fjalë, në mendim, në sjellje. Do rria në heshtje, në cep të sallës, pa prishur qetësinë e askujt. Do vëzhgoja fytyrat e tyre, mënyrën si tundnin kokën kur dëgjonin, si ndiznin cigaren me një lloj elegance që sot më duket legjend. Vetëm nga një muhabet i tyre do mësoja më shumë se nga një bibliotekë e tërë. Do më mbetej diçka për t'ju apërquar edhe juve, se ata njerëz dinin të donin, e donin veten pa mendjemadhësi, familjen me përkushtim dhe dynjan me shpirt të hapur. Sa do më pëlqente ajo kafe, jo vetëm për shijen, por për respektin me të cilin të shërbente pronari. Për atë mirëse të gjeta që nuk thuhej, por ndihej. Për kostumet e hekurosura me kujdes, për çizmet e lustruara, për shallin hedhur në supe me stil, për kapelen që hiqej kur hynte një zotni tjetër brenda. Her pas here më ikën mendja e më merr me vete në atë Tiranën e vjetër. Më vjen erë kaldrëmi, më del para ndonjë kafene me xhama të mëdhenj, dëgjoj zhurmën e filxhanave dhe gërvishtjen e karigeve prej druri në pllakat e ftohta. Sot ata aromë se gjen kollaj. Se nuk është aromë kafeje, është aromë jete, është kujtesë e një qyteti që frymonte ndryshe. Respekt për danoçat e Tiranës, që na lanë jo vetëm kujtime për t'i treguar, por virtyte për t'i mbajtur. Ata nuk të jepnin leksion me fjalë, por me mënyrën si ngriheshin, si përshëndesnin, si heshnin, si qeshnin me maturi. Ata na mësuan se Tiranës lind, por titullin Tiranës duhet ta mbash me nder gjatë gjithë jetës. Duhet me emeritu, me mbrojt, me enalcu. Se nuk është vend banim, është mënyrë të qenit njeri.